Ditët të fundit, Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit ka hapur thirrjet për projekte të kërkimit shkencor në programet kombëtare dhe ndërkombëtare për vitin 2026. Përmes kësaj thirrje do të mbështeten financiarisht projekte propozimet nga institucione publike të arsimit të lartë publik që kanë për objekt të veprimtarisë së tyre kërkimin shkencor. Kreu i qeverisë përmes një postimi në rrjetet sociale ka përmendje se Ministria e Arsimit përmes Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit mbështet një financim prej 7 milionë eurosh. Thirrjet për projekte të kërkimit shkencor dhe të zhvillimit, projektet e teknologjisë dhe inovacionit dhe projektet e infrastrukturës së kërkimit shkencor. Me këtë thirrje u jepet mundësi të gjithë universiteteve, njësive të kërkimit shkencor dhe kërkuesve shkencor të zhvillojnë programet e tyre në nivel më të lartë të cilësisë së kërkimit, frymës së inovacionit dhe për të prodhuar impakt real në aktivitetin ekonomik, social e teknologjik të vendit. Këto programe kanë si qëllim fuqizimin e IAL dhe institucioneve kërkimore, mbështetjen e kërkimit shkencor dhe inovacionit në laboratore dhe mjete për t'u përgjigjur prioriteteve kombëtare të zhvillimit shoqëror dhe ekonomik kulturor të vendit, si dhe tendencave të zhvillimeve ndërkombëtare të shkencës dhe të kërkimit. Gjithashtu, programet synojnë përmirësimin e infrastrukturës kërkimore ekzistuese, krijimin e kushteve për kërkuesit shkencor për të realizuar veprimtari kërkimore kombëtare dhe ndërkombëtare, rritjen e kapaciteteve për të ofruar shërbime për të tretët, biznes, industri, institucione dhe komunitetin, si dhe të krijojë një infrastrukturë kërkimore që i përgjigjet niveleve të projekteve europiane të programeve.